Vendimi i gjykatës kushtetuese praktikisht I tha jo shkarkimit të kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Tiranës thjesht se nuk është paraqitur në punë. Shpallja do të ndodhë më 31 tetor kur ndërrohet edhe ora, por në vija të trasha do të vërë një precedent të rëndësishëm, që realisht është një fitore për Erion Veliajn të burgosur e të bllokuar në një regjim të rrept izolimi. Një vendim që vjen edhe si një hakmarrje kushtetuese për dy precedentët që fitoren e siguruan post-mortem pasi ishin zgjedhur pasuesit. Përkatësisht kryeprokurorët e Republikës Arben Rakipi dhe Theodori Sollaku, shkarkimet e cilëve u konsideruan antikushtetuese por që nuk u konkretizuan. Erion Veliaj sot është kryetari I Bashkisë së Tiranës pasi I tillë është zgjedhur nga vota e shumicës së qytetarëve me të drejtë vota. Një zyrtar I zgjedhur nuk është një burokrat që mund t'i vësh kamera për të parë a vjen në 8 e ikën në 4, gjë që në administratën e sotme është një hipokrizi, pasi nëse titullarit apo titullare si shkrep që njerëzit rrinë në punë deri në 10 natës, kjo ndodh ditë për ditë, edhe të shtunë e të diel, edhe pse është shpallje me të dyja këmbët e ligjeve të Republikës. Veliaj ka vënë nëpërmjet një nisme ligjore një të drejtë që kushtetuta ja jep një të zgjedhuri, por që mund ta heqë për arsye pragmatike, një drejtues politik për të zgjidhur një çështje qoftë edhe për të mirën e qytetit. Kushtetuta është e para. Ky është vendimi që I ka dhënë Erion Veliajt pas 8 muajsh burgosje një fitore reale politike. E sipas gjasave pritet dhe është normale një qëndrim publik I tij për këtë verdikt, I cili ka frenuar më në fund revanshin se mund buburrosh në nene nëse do të gjesh një zgjidhje që nuk ka lidhje, që do thotë Erion Veliaj nuk shkarkohet dot. Por kjo nuk do thotë se drejtimi I bashkisë mund mos ketë zgjidhje. Në shumë vende të botës kemi raste të delegimit të një zyrtari të qeverisë kur ka ndodhur një rast I ngjashëm. Në Itali ka ndodhur shpesh, por natyrisht janë juristët ata që duhet ta bëjnë debatin në këtë aspekt. Ama politikisht kjo fitore e Erion Veliajt në gjykat hap një kantier të ri për Tiranën, I cili nuk ka për sa të jetë as I rëndësishëm e as I beft. Por I menduar me logjikën e re që po hap dhe kushtetuesja, që Tirana nuk është një mësimore për të ushtruar makinën e radhës, por një kantier politik dhe I desh për të ngritur identitetin e së ardhmes së vendit, ku nuk mund të bëjnë betejë zgjedhje rasore të një establishmenti, por ide një projekti të menduar që në radhë parësh politik. A do ndodh kështu? Kushtetuesja ka dhënë shumë mundësi.